Pas publikimit të incidentit të mbrëmjes së kaluar dhe arrestimit të vllajt të deputetit Bledion Allbati, ky i fundi duke kërkuar ndjes përmes një deklarate ka pranuar se konflikti ka ndodhur në një moment tensioni, por sipas tij, situata është duke u keqpërdorur për arsye politike. Siç duket qartë nga video, kam tentuar për shumë herë ta shmang këtë konflikt, edhe pse edhe vetë isha nën emocionet asaj përplasje të mundshme që ishte shumë e rrezikshme. Në këto kushte, siç e thash, emocioni prevalon nganjëherë mbi arsyen, sepse në fundit, siç e thash, unë jam njeri përpara se të jem politikan. Drejtoria e Policisë Qarkut Korç, me urdhër personal të Niko Peleshit, cila është arsyeja që kjo ngjarje u transferua me dhunë në komisariatin e Korçës dhe në prezencën e vetë drejtorit të policisë. Sa kaq drejtuesi politik i Partisë Demokratike për Korçën Ivi Kaso, duke kërkuar ndjes për opinionin publik, ka apeluar që SPAK të hetojë këtë rast. Në emër të Partisë Demokratike, përfitoj nga rasti që të rinovoj edhe një herë kërkesën e ndjesës ndaj gjithë qytetarëve që kanë ndjekur imazhet e incidentit të dieshëm, por nga ana tjetër është përgjegjësia jonë që të denoncojmë në mënyrë të menjëhershme instrumentalizimi politik që për fat keq po bëhet kësaj ngjarje.